Po sinqerisht zemra ime. Ma vaj, va. Ke shumë mungesa. Ma vaj, va. Për zotin, Shikoj, disi, mëngjesim në Londër, zgjohem. Zgjohem. O, të lutem jena ka shara shpirtin e Shqipërisë. Jo, rutina ime jashtë. Jo këtu brenda, jashtë. Zgjohem. E po jashtë ashtu të bëjmë. Bëjmë kafe për të gjithë. Kush të jetë? Ja, imagjino ti ke bërë për pjesë s'bëm. Oj, këtu brenda. Po ta bëra ty ta bëj 5 vetave të tjerë. Jo, s'ka nevojë. S'ka nevojë, kjo adopsie jote. E dyta, të kam bërë 3-4 herë të pestën, unë duaj, shiko, nisim dhe nga kjo gjë, unë s'jam nëse fshati, më falni. Po, o shpirtu, më falni, unë vin nga fshati zemra ime, po, nëse Londre. Vin nga një fshati madh, vin nga një fshati madh, po jetoj në Tiranë, dhe kam 10 vite që jetoj jashtë, zemra do vish nuse në fshat të shpirt. Mirë, okej. Tani nuse fshati do t'jesh si të mund. Jo, normalisht ti do shkosh kollovar. Do të zgjosh mëngjes, të lidhesh qenit. Loredana ndau tani. Nuk ka të me fare, ndau. Ti se ke kuptuar akoma më duket. Nuk mundesh me po këtë gjë. Do zgjosh të bësh shkafet për shembull për vjerën, për dhëndër, për burrin. Dhe për kushurin. Edhe mëngjes. Ndoshta qëllon që vjen për shembull ndonjë gjagj, vjen ndonjë fisit i familjes. Se kalojnë ata po. Edhe ti t'jesh gati kështu me gjitha gjanat si nuse, roborin, do kesh miel lopët, do kesh ushqyer pulat, të gjitha këto gjëra. Kesh mbledh vezët. Po, do kesh mbledh vezët. Po, këtë gjana shpirt, pse si e mendon ti? Po, si e mendon çfarë? Pastaj kur vim në Tiranë, aty pastaj të lënë në fshat. Nuk ka gjana tjera. Jo. Në Tiranë pastaj